Sot jam bërë 3 muaj prej kur i kemi mbajt zgjedhjet parlamentare në vendin tonë dhe po bën 3 muaj prej kur verdikti qytetarëve të vendit tonë është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi dhe sot për të 13 herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundësoi konstruimin e Kuvendit të Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindëm fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin tonë të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit duke përfshirë kryetarin e Kuvendit përmes propozimit të një kandidati apo kandidate që vërtet e merr shumicën e votave, sepse Zonja Axhiu tashmë 13 herë po dihet që as nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për kryetarin e Kuvendit. Më vjen keq për qytetarëve të vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me votë lirë para 3 muajsh e që nëse thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që i ka thënë secilës parti që nuk mundi me qeverisve, që sundimin i partia ka marrë fund, e që duhet ketë kompromis e duhet ketë diskutim e bashkëpunim, pra nuk po respektohet si verdikt. Po ende lëndën, sa po u njoftova, ju e dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë Kurti kemi dërguar 11 dhe kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AKJ-ja. Por